تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi. Në shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej vazhdojmë me leximin dhe komentimin e librit Usulus Sunne të autorit imamit të Ehli Sunnetit, Imam Ebu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, I cili ka lindur në vitin 164 dhe ka vdekur në vitin 241 të Hijretit. Allahu mëshiroft dhe falt atë, na falt ne dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në këtë libër kemi arritur deri te fjala e autorit rahimahullah, që flet për çështjen e imanit dhe ka thënë wal imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus kama jaa fi al-khabar akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Do thotë prej bazave të sunetit gjithashtu, pra kemi thënë disa herë që fjalia e parë në libër është bazat e sunetit tek ne. Usulus sunneti indena, do të thënë bazat e sunetit tek ne janë dhe ka renditur edhe këtu kjo bazë, do të thënë besimi dhe bindja dhe ndjekja e kësaj e këtij parimi se imani është fjalë dhe vepër, shtohet dhe paksohet, siç është përmendur në transmetim, ka thënë kema jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Do thotë, është përmendur në hadith, besimtari me imanin më të plot është ai që e ka moralin më të mirë ose më të bukur. Pra kjo është një prej bazave të imanit dhe bazave të sunetit. Do të thënë bëhet fjalë për definicionin e imanit. Në temën e imanit gjithashtu janë kundërshtuar njerëzit dhe kanë dhënë definicione të ndryshme. Ajo që është e saktë te Ahlus Sunna wal Jamaa është kjo që e ka përmendur autori rahimahullah, imami I sunetit, Imam Ahmed ibn Hanbal, dhe ky definicion është definicioni më I plot. Megjithse te dietarët e sunetit gjejmë definicione të ndryshme ose do të thënë pjesë të ndryshme të definicionit. Ka disa prej dietarëve që kanë thënë edhe disa prej dietarëve të selefëve, do të thënë të parëve, kanë thënë el imanu qaulun wa amal. Do të thënë imani është fjalë dhe vepër. Disa kanë thënë el imanu qaulun wa amalun wa niyya. Do të thënë imani është fjalë, vepër dhe nijet. Disa kanë thënë el imanu qaulun wa amalun wa niyyatun wa ittiba'u sunnatin. Do të thënë imani është fjalë, vepër, nijet dhe pasimi sunetit ose ndjekja e sunetit. A ka dallim mes këtyre definicioneve? Nuk ka dallim, sepse të gjithë përmbledhin ose përfshin, domethënë, të njëjtën çështje. Pra kuptimin dhe besimin se imani përbahet prej këtyre 3 shtyllave ose 3 pjesëve, dhe gjithashtu se imani shtohet dhe paksohet. Prandaj definicioni më I plot, që shpresoj ta shkruani edhe ta
dini çdo herë përmend. Dhe shpresoj që dhe besoj që shumë prej jush edhe dini. Por më i plot që i përfshin të gjitha këto është se imani është besim me zemër dhe shqiptim me gojë, ose besim i zemrës, fjalë e gojës dhe vepër e gjymtyrëve. Shtohet me vepra të mira dhe paksohet ose më mirë mangësohet me mëkate. Pra imani është besim i zemrës, fjalë e gojës dhe veprim i gjymtyrëve ose veprim i trupit. Shtohet me vepra të mira dhe mangësohet me mëkate. Kjo është, domethënë, që i përfshin të gjitha aspektet. Ata që kanë thonë imani është fjalë dhe vepër, ose më mirë ta marrim shpjegimin e Ibn Taymiyes rahimahullah, që i shpjegon të gjitha definicionet, ose të gjitha ato që kanë thonë dietarët e selefit. Thot Ibn Taymija, disa prej selefëve kanë thonë imani është fjalë dhe vepër. Edhe ai që e ka thonë këtë ka për qëllim fjalën e zemrës dhe të gojës, dhe veprën e zemrës dhe të gjymtyrëve. Domethënë kur thuhet fjalë dhe vepër, domethënë ka për qëllim fjalët e zemrës dhe fjalët e gojës. Cilat janë fjalët e zemrës dhe cilat fjalët e gojës? Fjalët e zemrës janë besimi. Domethënë fjala e zemrës është besimi, pra bindja në zemër. Dhe fjala e gojës është shqiptimi, domethënë kur njeriu tregon se është musliman, edhe thot shahadetin. Domethënë thënia e shahadetit, këto janë pjesë të imanit, dhe vepra të zemrës, që janë siç është dashuria, madhrimi i Allahut, mbështetja në Allahun e kështu me radhë, domethënë të gjitha veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrëve. Dhe disa thonë se ka edhe veprat gojës, siç është leximi i Kuranit, urdhrimi për të mira, ndalimi nga të këqijat, dhikri, kështu me radhë, domethënë janë vepra të gojës, kurse fjala është shahadeti, shpreha e shahadetit. Kur bëhet fjalë për imanin, domethënë kur flasim për imanin, kemi fjalë të gojës dhe vepra të gojës, edhe fjalë të zemrës dhe vepra të zemrës, edhe kemi vepra të gjymtyrëve. Të gjitha këto hynë në domethënien e fjalës iman. Dhe domethënë kjo është një prej atyre definicioneve që kanë thënë selefi. Kush ka pasur qëllim, dikush e ka pasur qëllim, thotë Ibn Taymija, dikush ka pasur qëllim ta përmend akiden, domethënë besim, pra imanin, kur e ka thënë definicionin, e ka pasur për qëllim ta përmend akiden e zemrës ose besimin e zemrës, prandaj kanë thënë i'tiqadun bil qalb, domethënë besim me zemër, shqiptim me gojë, veprim me gjymtyrë. Ata që kanë thonë qaulun wa amalun wa niyya, domethënë fjalë, vepër dhe nijet. Do thotë fjala, thot Ibn Taymija, fjala e përfshin besimin dhe fjalën e gojës. Kurse vepra mund që dikush ta kuptoj se nuk përfshihet nijeti, po vetëm vepra e dukshme. Prandaj e kanë shtuar edhe këtë kufizim në definicion. Domethënë nuk është vetëm fjalë dhe vepër, pra fjala është besimi i zemrës dhe fjala e gojës, dhe vepër vetëm kur thuhet vepër, mund ta kuptoj dikush se është vetëm domethënë pa nijet të zemrës. Prandaj e kanë shtuar edhe nijetin. Dikush ka shtuar edhe ittiba'u sunne, domethënë ndjekja e sunetit. Sepse të gjitha këto që i tham, fjala, vepra, besimi, nijeti i zemrës, nuk janë të pranuara dhe nuk janë të dashura tek Allahu subhanahu wa taala, përveç nëse janë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot ata që kanë thonë atë fjalën e parë, pra fjalë dhe vepër, nuk e kanë pas qëllim secilën fjalë dhe secilën vepër, por e kanë pas për qëllim fjalë dhe veprat që janë të ligjshme. Dhe po pse nuk i kanë përmendur, domethënë që duhet fjala dhe vepra të jetë sipas sunetit, edhe me nijet, si kanë përmendur ato, sepse qëllimi ka qenë refuzimi i murxhieve, të cilët kanë thënë se imani është vetëm fjalë.
ose vetëm besim. Do të flasim edhe për fjalët e murxhieve më vonë. Pra, te dietarët do të thonë duhet ta kuptojmë këto definicionet e çështjeve të akides. Janë dhënë për t'i refuzuar njerëz të devijimit. Do të thonë kur kanë dalë njerëz me mendime dhe fjalë të cilat s'kan pas bazë, e kanë refuzuar. Si tham, sahabët e kanë ditur se Kurani është fjalë e Allahut. Pastaj edhe tabiin, do të thonë kanë ndjekurat, nuk ka pas debat në këtë temë. Pastaj kanë dalë xehmit edhe mu'tazilit që kanë thënë Kurani është i krijuar. Prandaj dietarët e sunetit kanë thënë patjetër të thuhet shprehimisht se është fjalë e Allahut. Pastaj më vonë kanë dalë tjerë që kanë thënë është fjalë e Allahut, por kanë pas për qëllim do thotë fjala shpirtërore, jo fjala që dëgjohet. Prandaj kanë thënë fjala e Allahut, do të thonë me të cilën ka fol Allahu realisht. Do të thonë me të vërtet ka fol me to Allahu. Dhe kështu, do të thonë secili bidat kur ka dalë refuzimi i atij edhe sqarimi, do të thonë me argumente nga Kurani dhe Suneti. Edhe për këtë çështje kur murxhiet kanë thonë që imani është vetëm besim, atëherë Ahlus Sunneti kanë thonë është fjalë dhe vepër. Thënë imani patjetër fjalë dhe vepër. Disa madje kanë thonë imani është vepër ose vepra është imani. Do të thonë që përfshihen fjalë që përfshihen veprat e zemrës, gojës dhe gjymtyrëve. Çdo gjë do thotë prej besimit, prej shqiptimit, prej përmendjes Allahut e kështu me radhë, do të thonë të gjitha ato hin në temën e imanit, në definicionin e imanit. Dhe pastaj më vonë tjerë murxhie kanë thënë që është besim dhe fjalë, ose vetëm kanë thënë fjalë. Prandaj thotë Ibn Taymija, qëllimin e kanë pasur të refuzojnë murxhiet, të cilët kanë thënë se imani është fjalë. Prandaj kanë thënë është fjalë dhe vepër. Kurse ata të cilët i kanë përmendur 4 elemente, domethënë të definicionit, kanë pasur për qëllim, domethënë të shpjegojnë në detaje, siç është që është pyetur Sehel ibn Abdillah at-Tusturi për imanin. Është pyetur ky dietar, a mund ta ndalni këtë se tash më nxet me. Është pyetur çka është imani, ka thënë qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnah. Domethënë Sehel ibn Abdillah at-Tusturi ka thënë pra imani është fjalë, vepër, nijet dhe sunet. Sepse thot لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. Do thot nëse imani është fjalë pa vepra, është kufër. وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. Nëse është fjalë dhe vepër pa nijet, është nifaq. Do të thonë dyftërsi. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. Nëse është fjalë, vepër, nijet, por pa sunet, atëherë është bidat. Do të thonë nuk hin në definicionin e imanit, pa i pasur të gjitha këto. Do të thonë që besimi të jetë në zemër, të thuhet me fjalë që janë të ligjshme sipas sunetit, dhe këto t'i ketë nijet me zemër, edhe të bëhen vepra që janë të ligjshme sipas sunetit dhe që janë me nijet të zemrës. Atëherë, ky është çka përfshin imani. Domethënë, e kuptojmë se kur t'i hasim fjalët e dietarëve të selefit, nuk duhet të hutohemi se ka kontradikta. Pra nuk ekzistojnë kontradikta te këto siç e shpjegon Ibn Taymija. Domethënë të gjithë janë me kuptimin e njëjtë. Mirë, po dikush ka dhënë më shumë detaje, më shumë zgjerim, dikush është mjaftuar vetëm me refuzimin e drejt për drejt të murxhieve ose xhavarixhve. Prandaj edhe më vonë, shikoni tani murxhiet pajtohen me Ahlus Sunnetin, domethënë varet nga grupi i tyre. Disa pra pajtohen në çështjen e besimit me zemër. Disa pajtohen se imani është besim dhe fjalë. Disa pajtohen se imani është besim dhe fjalë dhe vepër. Dhe këto janë xhavarixht në veçanti. Do të thonë edhe xhavarixht thonë imani është besim, fjalë dhe vepër. Mirë, po dallimi mes atyre xhavarixhve dhe murxhieve dhe Ahlus Sunnetit është
pjesa e fundit e definicionit se shtohet dhe paksohet. Murxhiet, të cilët thonë se imani është vetëm besim, thonë nuk ka mundësi të shtohet ose të paksohet. Pra besimi, kur beson njeriu se Allahu ekziston, kjo nuk mund të shtohet, thonë murxhiet. Dhe nëse paksohet, do të thonë atëherë nuk është iman, është dyshim. Prandaj është një tërsi. Xhavarixht thonë imani është çdo gjë që ka urdhëruar Allahu. Edhe nëse paksohet një, do të thonë bën një mëkat njeriu, do të thonë se është shkatruar imani krejtësisht. Do thotë nuk ka shtim dhe paksim. Ose ka iman të plot, ose nuk ka iman as pak. Te xhavarixht në lidhje me veprat, te murxhiet vetëm lidhje me besimin e zemrës. Por te ehlusunne wal xhamaa e vërteta është se dhe sipas argumenteve se imani shtohet dhe paksohet. Argumentet se hyn në iman edhe fjalët edhe veprat janë të shumta. Është hadithi që tregon për degët e imanit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'un. Do të thonë është imani është do thotë 60 ose 70 e disa deg. Më e larta është fjala la ilaha illallah, që është do të thonë fjalë gojës. Më e ulta është imatatul adha anit tariq, do të thonë largimi i pengesës prej rrugës dhe që është vepër e gjymtyrve, do të thonë edhe kjo është pjesë e imanit. Wal haya'u shu'batun min al-iman, edhe gjithashtu turpi është një prej degëve të imanit. Edhe turpi është prej veprave të zemrës. Do të thonë patjetër dhe të gjitha këto nuk ka mundësi të ekzistojnë pa pasur rrënjën që është besimi i zemrës, do të thonë. Prandaj kjo tregon se besimi, fjalët dhe veprat, dhe për besimin e zemrës, do të thonë nuk ka ihtilaf, përveç një grupi murxhieve që kanë thënë që nuk e fusin as besimin e zemrës në iman. Do thotë këtu në këtë hadith janë përmendur të gjitha llojet e veprave dhe fjalëve që tregon se të gjitha bëjnë pjesë në iman. Edhe ky është definicioni i ehlusunetit. Dhe ky hadith është argument se imani shtohet dhe paksohet, sepse ka përmendur që ka degë më të larta dhe degë më të ulta, do të thonë dhe nuk janë të gjitha degët e imanit në të njëjtin nivel. Po ashtu ajetet që tregojnë për shtimin e ajetet, do thotë përmendin shtimin e imanit. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitab", do të thonë që besimtarëve tu shtohet besimi, tu shtohet imani. Edhe gjithashtu ka thënë zidnahum huda, ose ka thënë wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan, do të thonë Allahu u ashton atyre që janë udhëzuar, u ashton udhëzimin. Edhe po ashtu ka thënë wazidnahum huda, dhe u ashtuam udhëzimin. Wa yazdad alladhina amanu imanan, lezum, do të thonë ata që kanë besu të shtohet besimi. Po ashtu ka thënë Allahu innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Do të thonë besimtarët vërtet janë ata që kur përmendet Allahu u tronditet zemra dhe kur lexohen atyre ajetet e tij u shtohet imani. Edhe kanë thënë dietarë çdo gjë që mund të shtohet, kuptohet se edhe paksohet. Po ashtu argument për këtë është edhe fjala e Allahut el-yawma akmaltu lakum dinakum. Do të thonë sot ju përsosa fenë, plotsova fenë për ju. Që do të thonë se ajo që përsoset ka mundësi edhe të ketë mangësi, do të thonë te ndonjëria. Feja e plot është me të gjitha ligjet dhe pjesët e fesë. Mirëpo nëse që do të thonë se kur dikush nuk zbaton diçka prej saj, do të thonë se ka fenë mangët. Do të thonë patjetër ka shtim dhe ka mangësim në iman. Pra ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, fa idha taraka shay'an min al-kamali fa huwa naqis. Do të thonë kur njeriu nuk bën diçka ose kur njeriu lë diçka prej përsosmërisë, do të thonë është i mangët. Do thotë gjitha këto janë argumente se imani shtohet dhe
paksohet ose shtohet dhe mangësohet. Ky është besimi i Ehlus Sunne wal Jamaa, të cilën Ibn Battah ka përmendur prej dietarëve. Do të thonë ka fillu të libri Al-Ibana Al-Kubra, ka përmendur do thot emrat e dietarëve. Në realitet ka përmendur nga Imam Ebu Ubejd Al-Qasim ibn Sallam, se ka thonë këta janë emrat e atyre që thonë se imani është fjalë dhe vepër, shtohet dhe mangësohet. Edhe ka fillu nga dietarët e Mekkës, Ubejd ibn Umair al-Laythi, Ata ibn Abi Rabah, Mujahid ibn Jabr, Ibn Abi Mulejke, kështu me radhë, më thënë ka përmendur shumë emra nga dietarët e Medinës, Muhammed ibn Shihab az-Zuhri, Rabi'a ibn Abdirrahman, Abu Hazim al-A'raj, Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Hisham ibn Urwa ibn Zubair, Ubaydullah ibn Umar al-Umari, Malik ibn Anas al-Mufti, ka thënë muftia Imam Malik ibn Anas, e kështu me radhë dietarë të tjerë prej Jemenit, Tawus, Wahb ibn Munabbih, Ma'mar ibn Rashid, Abdurrazak ibn Hammam, prej Egjiptit dhe Shamit, Mekhul, Al-Auza'i, Said ibn Abdulaziz, Walid ibn Muslim, e kështu me radhë, prej qyteteve ndryshme, të qyteteve të mëdha të Mesopotamisë, do të thënë asaj pjesës mes dy lumenjve, Eufratit dhe Tigrit, do të thënë ka qytete shumë të Irakut, Mejmun ibn Mihran, Yahya ibn Abdul Karim, Ma'qil ibn Ubaydillah, Ubaydullah ibn Umar al-Raqi, Abdul Karim ibn Malik, e kështu me radhë, do të thënë shumë emra, këtu ka shumë, prej Basras, Hasan ibn Abil Hasan, do të thënë al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, Bakr ibn Abdullah al-Muzani, Ayyub as-Sikhtiyani, Yunus ibn Ubayd, Abdullah ibn Aun, edhe shumë emra të tjerë, prej Wasitit, e kështu me radhë, do të thënë tregon prej dietarëve të lindjes, do të thënë që tregon se dietarët e tabiinëve, atba'ut tabiin, do të thënë të gjithë e kanë pasur këtë besim se imani është, do të thënë besim me zemër, besim i zemrës, fjalë e gojës, vepër e gjymtyrëve, shtohet me vepra të mira dhe paksohet nga mëkat ose mangësohet për shkak të mëkateve. Kjo është, do të thënë, e njohur edhe e ditur. Pra argumentet, si tham, prej Kuranit dhe Sunetit janë të shumta që e vërtetojnë këtë, edhe kjo është rruga e njerëzve të Sunetit. Do të thënë që nga sahabët edhe tabiint, atba'ut tabiin, e kështu me radhë, do të thënë kjo ka qenë. Mirë po, këtë rrugë e kanë kundërshtuar disa grupe të njerëzve. Edhe këta janë kryesisht, do të thënë, murxhiet me një anë edhe xhavarixht me një anë tjetër, ku bëjnë pjesë edhe xehmit edhe mu'tazilit. Do të thënë xehmit si paraprirës të murxhieve. Mirë po qëllimi është se kemi dy lloje të devijimit në këtë çështje, që është irja, që do të thonë pra tolerancë e tepruar, edhe qëndrimi i xhavarixhve, që është teprim në ashpërsi. Te murxhiet, do të thonë bën xehmit edhe grupacione të tjera, edhe te xhavarixh mu'tazilit, të cilët thonë se ai që bën mëkat del prej imanit, por nuk ka hyrë në kufër. Do të thonë këtu dallojnë nga xhavarixh, të cilët thonë kush bën një mëkat del nga imani në kufër. Kurse mu'tazilit thonë kush bën mëkat është fasik dhe del prej imanit. Nuk është besimtar, por nuk ka hyrë në kufër. Por në xhehenem është përgjithmonë, do të thonë në ahiret është përgjithmonë në xhehenem. Do thotë këtë definicion të Ehli Sunetit e kanë kundërshtuar këta lloje të bidatxive. Disa prej tyre kanë thonë imani është njohje. Do të thonë vetëm njohja në zemër. Pra jo besimi, por vetëm njohja. Kur robi sa e njeh ekzistimin e Allahut, e di, do të thonë, atëherë ky është iman.
edhe këta e kanë thënë xehmit, edhe një grupi murxhieve. Disa kanë thënë që imani është vetëm fjalë, do të thënë nuk e kushtojnë besimin e zemrës, po vetëm me thonë me gojë. Edhe sipas grupit të parë, është përmendur shumë herë, do të thënë te grupi i parë edhe faraoni, edhe iblisi, edhe të gjithë kokat e kufrit janë besimtar, sepse ata e kanë njohur vërtetësinë e argumenteve, edhe mushrikët e Mekës gjithashtu. Pra Allahu ka thënë wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Do të thënë ata i kundërshtuan argumentet, mirëpo në zemër ishin të bindur. Do të thënë e kishin njohjen se ato janë të vërteta. Kështu që sipas xehmive, edhe këta kokat e kufrit janë besimtar. Disa kanë thonë, siç tham, që mjafton vetëm fjala dhe nuk duhet besimi i zemrës. Dhe këta tek kush hyn sipas këtij definicioni, edhe munafiqët, do të thonë hyn në grupin e besimtarëve, por këtë fjalë kanë thonë vetëm kerramit, prej murxhieve, do të thonë vetëm ky grup që quhen kerrami. Disa të tjerë kanë thonë se është besim me zemër dhe shqiptim me gojë, kurse veprat nuk hynë në iman. Edhe këta quhen murxhiatul fuqaha. Edhe ky është gjithashtu devijim. Por haku është se do të thënë asnjëra prej këtyre nuk është e vërtetë, dhe e vërteta e kundërshton edhe murxhiatul fuqaha edhe ato të tjerët. Dhe disa kanë thonë që pra të gjithë këta thonë se imani nuk shtohet dhe nuk paksohet. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ka treguar se do të thonë llojet e njerëzve që japin definicione për imanin. Do të thënë jo vetëm këtë aspekt murxhiet dhe xhavarixht, por edhe në aspekte të tjera sufit, çka thonë. Ka thonë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, shumica e njerëzve pretendojnë, mirë po, thot Allahu ka thënë wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Do të thonë shumica e njerëzve, edhe nëse mundohesh shumë, nuk janë besimtar. Shumica prej besimtarëve, do të thonë një herë shumica e banorëve të tokës nuk janë besimtar. Prej atyre që janë besimtar, shumica e tyre kanë iman të përgjithshëm, do të thonë besim pra në përgjithësi, kurse besimi i imtësive të asaj që i ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i njohur, duke i ditur me dituri, duke i pohuar dhe duke i ditur argumentet, duke i dashur ato, duke i njohur të kundërtën dhe duke u rryer të kundërtën, kjo është te më pak, do të thonë më rrallë. Shumica nuk i njohin imtësitë e asaj që i ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i njohin argumentet, nuk e dinë çka është e kundërta e asaj, nuk e urrejnë, nuk e kundërshtojnë të kundërtën. Se përndryshe kjo, do të thënë, njohja e imtësive të besimit dhe njohja e imtësive të kundërshtimit të vërtetës në besim, është, thot Imam Ibn al-Qayyim, do të thënë, është imani i njerëzve të veçantë të këtij umetit, do të thënë të veçantëve të pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është prej llojit të imanit të Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu, edhe të gjithë që janë në rrugën e tij. Shumë për njerëzve, iman e kanë vetëm miratimin e ekzistimit të krijuesit. Vetëm thonë, ka një Zot. Do të thonë, këtë e quajnë iman. Edhe vetëm ai është që i ka krijuar qiellin dhe tokën, edhe çka ka mes tyre. Dhe këtë iman nuk e kanë kundërshtuar as adhuruesit e idhujve në Mekë, do të thonë, te Qurayshët, nuk e kanë kundërshtuar këtë çështje. Disa të tjerë thonë se imani është vetëm të shqiptohet shahadeti, pa marrë parasysh a ka vepra ose nuk ka. Edhe pa marrë parasysh kjo fjalë, ky shqiptimi i shahadetit a pajtohet me atë që ka në zemër apo kundërshtohet. Disa të tjerë thonë se imani është vetëm besim me zemër, sepse besim me zemër që Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i qiellit dhe tokës, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Edhe nëse këtë nuk e konfirmon, do të thonë me gojë, edhe nuk bën asnjë vepër, do të thonë te ata
Edhe madje thotë edhe nëse e shan Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i bën të gjitha llojet e mëkateve të mëdha, por beson se Allahu është një, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, te këta do të thotë është besimtar. Pra nuk ka dallim prej Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Disa, thot Ibn Qayyimi, thonë se imani është kundërshtimi i cilësive të Allahut, ose mohimi i cilësive të Allahut, siç është qëndrimi i Allahut mbi arsh, ose të folurit e Allahut me fjalë dhe që dëgjohen dhe shkruhen, edhe mohimi i dëgjimit, shikimit të Allahut, mohimi i vullnetit të Allahut, fuqisë, dëshirës, e kështu me radhë, dashurisë, urrejtjes, që janë cilësitë Allahut. Do të thonë këto i mohojnë këto cilësi me të cilat Allahu e ka përshkruar veten e tij, ose që ja ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Te këta njerëz imani është kundërshtimi i këtyre realiteteve dhe besimi i asaj që e kërkon logjika e njerëzve. Domethënë ajo që pajtohet me logjikën e disa njerëzve, ajo është e pranuar tek ata dhe domethënë ajo që pranohet me logjikën e këtyre gënjeshtarëve. Dhe këta gjithashtu e refuzojnë njëri tjetrin, cilën ta mohojnë, cilën mos e mohojnë, kështu me radhë. Këta përshkruen, siç ka thënë Amr ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, edhe ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, janë mukhtalifun fil kitab. Ata janë të përçarë në kuptimin e Kuranit. Mukhalifun lil kitab, edhe janë që kundërshtojnë Kuranin. Muttafiqun ala mufaraqati al-kitab, edhe janë të bashkuar në largim prej Kuranit. Domethënë ky është përshkrim për të gjithë bidatxhit që ekzistojnë. Domethënë janë njëherë bidatxhit mes veti, janë kundërshtim për Kuranin, edhe për Sunetin. Dhe janë kundërshtim me Kuranin. Në çka janë të pajtuar, të bashkuar që friksohen se ne do t'i përçojmë? Çka janë ata të bashkuar? Janë të bashkuar që ta kundërshtojnë Kuranin. Domethënë edhe ky bashkim është bashkimi më i keq, edhe patjetër se ky bashkim duhet të përçahet. Prandaj nuk friksohemi edhe prej akuzës me përçarje. Përçojmë, si thot Sheikh Fozani, hafidhahullah, domethënë e vërtetë është se emri selefi përçan, e përçan të vërtetën nga e pavërteta. Edhe ne gjithashtu duam të ndajmë të vërtetën nga e pavërteta. Edhe të ndajmë ata njerëz që të ndajmë, domethënë ata që janë bashkuar për ta kundërshtuar Kuranin, edhe të bëjmë më shumë njerëz që pajtohen të ecin sipas Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sipas kuptimit të sahabeve. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, te disa prej tyre imani është adhurim ndaj Allahut sipas shijeve dhe ndjenjave të tyre. Domethënë sufit, si mendojnë, thotë si e ndjen zemra e kështu me radhë, jo sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sipas definicionit, si tham më herët, a është kjo iman? Imani është fjalë, vepër, nijet dhe sunet. Domethënë prandaj vepra e tyre nuk është iman. Të tjerët, imani është çka kanë ajo në të cilën e kanë gjetur, domethënë i kanë gjetur paraardhësit, baballarët, edhe pa marrë parasysh çfarë janë. Ka mundësi të kenë qenë baballar të udhëzuar ose të devijuar, domethënë kjo nuk është më rëndësishme, ata është vetëm ta ndjekin rrugën e të parëve dhe baballarëve të tyre. Edhe thotë Ibn Qayyim rahimahullah, argumenti i tyre është se argumenti është kjo është mendimi ose ky është mendimi i baballarëve tanë, ose kjo është rruga e baballarëve tanë. Kjo është një argument. Dhe argumenti i dytë ose piknisja e dytë është çka kanë thënë të parë, ajo është e vërteta. Domethënë të parë tonë, pra baballarët tonë kështu me radhë, jo të parë të umetit. Dhe disa të tjerë, thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, imani është morali i mirë, domethënë sjellja e mirë, buzëqeshja, mendimi i mirë për secilin, edhe domethënë
lënia e njerëzve, në çdo mëkat ose devijim që janë, mos me fol për njerëzit, domethënë te ata, kjo është iman. Të tjerë, imani është largimi prej dunjas, edhe çdo gjë që e lidh njeriu me dunjan, edhe zbrazja e zemrës prej dunjas, zuhdi, domethënë asketizmi kështu me radhë. Dhe nëse gjen një njeri kështu, që është i larguar prej dunjas, atë bëjnë, domethënë zotëri të besimtarëve, më të parin e imanit, edhe nëse është i zhveshur plotësisht nga imani, me fjalë dhe me vepra. Edhe nëse ka, domethënë, kufriate, edhe nëse nuk e fal namazin për shembull, edhe nuk agjeron, nuk jep zekat, i bën gjitha haramet, por është asket në dunja, te këta njerëz, ky quhet besimtari i vërtet. Më të këqit për gjithëve janë se janë ata që kanë bërë imanin vetëm dituri, edhe nëse nuk ka bindje në zemër ose vepra. Dhe thot Ibn Kaimi, domethënë të gjithë këta nuk e njohin realitetin e imanit. Edhe prandaj këta përmblidhen këto lloje, dikush prej tyre iman e ka quajtur atë që është në kundërshtim me imanin. Dikush e ka quajtur iman atë që nuk është iman, nuk ka asnjë lidhje me imanin. Dikush e ka bërë imanin një pjesë që është kusht, ose është, domethënë prej kushteve, ose është prej shtyllave të imanit, mirë po nuk mjafton vetëm në vetvete. Dikush e ka kushtuar, domethënë ekzistimin e imanit, do thotë edhe pse bashkë me ta janë të gjitha ato që e kundërshtojnë imanin. Dhe dikush e ka bërë kusht imanit një gjë që nuk është obligim as pak. Domethënë jo që vetëm nuk është kusht imanit, pas nuk është obligim. Edhe por thot imani është diçka tjetër, jo siç e kanë komentuar këta. Thot imani është njohja e asaj që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është një shpjegim i Ibn Qayyimit, edhe këtë mund të shënoni. Domethënë iman është njohja e asaj që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë pra njohja e sunetit me dituri, besim, akide, domethënë pra pohim dhe besim në zemër, dhe miratim i kësaj me gojë, nënshtrim ndaj tij me dashuri dhe përullësi, veprim në të fshehtën dhe të dukshmen. Pra sipas asaj që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është libri i Allahut dhe suneti i tij i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, imani përfshin njohjen me dituri, me besim, me bindje, pohim, pastaj miratim ose aprovim me gojë, edhe nënshtrim me dashuri dhe përullësi, duke vepruar me ta në fshehtësi dhe në të dukshmen. Gjithashtu, vazhdon, është zbatimi i kësaj që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thirrja në të sipas mundësisë. Plotësimi i këtij imanit është që njeriu të dojë për hir të Allahut, të urrejë për hir të Allahut, të jap për hir të Allahut dhe të pengojë, domethënë, për hir të Allahut dhe të jetë vetëm Allahu i adhuruar i vetëm i tij dhe mos ketë të adhuruar dhe mos ketë perëndi përveç atij. Domethënë, kjo është ajo që përfshihet në realitetin e imanit. Dhe rruga për të arritur imanin në këtë mënyrë është që të pastrohet ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra plotësisht njeriu ta ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ato që janë të dukshme dhe ato që janë të fshehta, domethënë edhe në besim, edhe në veprat zemrës, edhe në fjalë dhe veprat që janë të dukshme, pra ta ndjek vetëm rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i mbyll sytë e zemrës nga çdo gjë tjetër përveç Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej Allahut është suksesi. Domethënë me këtë arrihet realiteti i imanit dhe jo me pretendime të lloj-llojshme, që nuk kanë bazë në Kur'an e as në Sunet. Gjithashtu për argumenteve që tregojnë se imani shtohet dhe paksohet, janë shkallët e ndryshme në xhenet dhe shkallët e ulta të xhehenemit, po ashtu. Flasim për besimtarët.
Do të thënë ka mundësi, njëherë argumentet janë që ka mundësi besimtari të hyjë në xhehenem, që do të thonë se ka pasur mangësi në imanin e tij. Edhe besimtarët që hyjnë në xhenet janë në shkallë të ndryshme. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se xheneti ka 100 shkallë. Edhe gjithashtu ka thënë ka banorët e xhenetit i shohin ata që janë në shkallë të larta, siç e shihni ju yjet dhe planetet, do të thonë në largësi të madhe. Edhe kanë thënë sahabët, këto pozita të larta janë për pejgamberët dhe të dërguarit? Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, jo, ata janë të disa njerëzve që i kanë besuar Allahut dhe i kanë besuar pejgamberëve. Do të thonë, pra besimtar i shohin besimtar të tjerë në grada më të larta që e kanë imanin më të lartë. Edhe gjithashtu në xhehenem ka besimtar që janë në grada të ndryshme. Edhe pastaj thot Allahu subhanahu wa taala nxjerrën nga xhehenemi secilin që ka në zemër iman sa një dinar, pastaj që ka iman sa gjysmë dinari, pastaj që ka iman sa një kokër gruri, pastaj që ka iman sa një kokër elbi, pastaj që ka iman sa një grimc, pastaj sa një grimca më e vogël. Do të thonë, pra të gjitha këto tregojnë se ka iman që shtohet, do të thonë edhe hip lart, edhe ka iman që mangësohet edhe bie në shkallë të ulta. Dhe ky shtim dhe paksim i imanit, besoj që secilin kur ta pyesim, do të thotë se janë për qëllim veprat e mira. Veprat, do të thonë të mira ose të këqija, veprat mira ose mëkate. Pra nuk është se imani shtohet vetëm me vepra. Do thotë jo vetëm me vepra. Pasi murxhiet thonë, po, dikush mund të ketë më shumë vepra, dikush më pak vepra. Mirë po besimi që është në zemër nuk ndryshon. Dhe Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah refuzon këta gjithashtu, se thot, pra kuptimi i fjalëve të tij është se iman, gjithashtu besimi, do të thonë nuk është njësoj në besim si ai që ka dituri edhe i di imësit e argumenteve, do të thonë të shpalljes Kuranit dhe Sunetit, edhe argumenteve të dukshme në krijesat e Allahut. Do të thonë patjetër se imani ndryshon. Do thotë shtohet imani me dituri më shumta. Njëherë përforcohet dhe shtohet bindja në një çështje. Pastaj njeriu që di më shumë detaje prej pjesëve të imanit, do të thonë si duhet besoj në cilësitë e Allahut, edhe si beson me lajket, edhe di më shumë cilësi edhe për çështjet e xhenetit, do të thonë ka iman më të gjerë dhe më të madh se dikush që e din përgjithësi se Allahu ekziston edhe e di se ka xhenet dhe xhehenem përgjithësi, do të thonë nuk është iman i barabartë. Pastaj edhe me vepra të mira, do të thonë kur njeriu e përmend Allahun, bën dhikr, kjo ndikon që imani i tij të shtohet brenda në zemrën e tij, jo vetëm se ashtu vepra, pra me vepra të mira përforcohet edhe shtohet imani, edhe këto janë çështje që i vëren njeriu, do të thonë e di se kur vinë sezonet e adhurimit, edhe kur e shton adhurimin, e ka imanin edhe më të fuqishëm, edhe kur mëson, edhe i di argumentet, do të thonë imani bëhet më i shtuar dhe më i plot. Do të thonë të gjitha këto dallojnë, do të thonë dallon besimi i zemrës, shtohet dhe paksohet, edhe fjalët e gojës shtohen dhe paksohen, edhe gjithashtu veprat të zemrës dhe të gjymtyrve shtohen dhe paksohen, edhe të gjitha këto hinë në kuptimin e imanit, wallahu a'lam. Pastaj një çështje tjetër që lidhet me këtë definicionin e imanit dhe shtimin dhe paksimin, është çështja tjetër që ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. Do të thonë, kush e lë namazin, ai ka bërë kufër. Dhe nuk ka asnjë vepër që lënia e saj është kufër përveç namazit. Dhe kush e lë atë, ai është kafir, mosbesimtar,
dhe Allahu e ka lejuar që ai të vritet. Domethënë kjo është fjala e Imam Ahmedit rahimahullah. Kjo lidhet me temën se veprat janë pjesë e imanit. Dhe prej veprave Allahu subhanahu wa taala ka quajtur namazin iman. Ka thonë wama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Domethënë Allahu nuk do t'ju humb imanin ju. Dhe është për qëllim namazi, siç është transmetuar në hadith nga Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, thot se kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ka falur namaz 17 muaj ose 18 muaj në drejtim të Beitul Maqdis. Edhe kjo i ka gëzuar ehlul kitab, domethënë prej jahudive, që kibla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë kibla, domethënë që e kanë nderuar ata, që është Beitul Maqdis. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë që kibla e tij të jetë kibla e Ibrahimit alayhis salam. Edhe vazhdimisht ka prit prej Allahut, ka dëshiruar edhe ka shikuar ka qielli, domethënë duke pritur mos vjen shpallje që kibla të jetë në drejtim të Ka'bes. Edhe pastaj Allahu subhanahu wa taala i ka shpallur që domethënë të falen në drejtim të Ka'bes, dhe ka qenë namazi i parë që është falur në drejtim të Ka'bes, namazi i kindis. Dhe pastaj njëri prej sahabeve ka shku domethënë te lagja e vet dhe i ka gjetë ata në namaz duke u falur, edhe kanë qenë në ruku dhe ka thënë unë dëshmoj në Allahun se e fala namazin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në drejtim të Ka'bes. Edhe ata janë kthy duke qenë në atë pozitë të namazit. Domethënë që ka dalë imami në drejtimin tjetër dhe safat janë kthy, safi i parë ka shku, domethënë në këtë mënyrë kanë vazhduar të falen prej këtij rasti, do thotë, prej kësaj shpallje kanë vazhduar të falen sahabët dhe të gjithë muslimanët në drejtim të Ka'bes. Por disa prej sahabëve kanë pyetur për ata që kanë vdekur para kësaj. Domethënë shiko se çfarë pozite ka pas dhe çfarë rëndësie ka pas namazi te sahabët. Domethënë tani kur pasi është ndryshuar kibla, kanë thonë si do të jetë puna me ata që kanë fal namazin në kiblën e vjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka shpallur këtë fjalë, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Domethënë Allahu nuk ju çon poshtë, domethënë nuk ju çon huq imanin. Pra e ka quajtur namazin iman. Dhe për këtë shkak, kjo padyshim se e tregon rëndësinë e padiskutueshme të namazit në iman ose në islam. Domethënë vepra më e rëndësishme e besimtarit është falja e namazit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka dërguar thirrësit në islam, e ka dërguar Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu, i ka thënë innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab. Ka thënë do të shkosh te njerëz që janë ahlu kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ta'ala. Domethënë gjëja e parë që do t'i thrasësh le të jetë që ta veçojnë Allahun. Domethënë që mos adhurojnë askënd përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është baza e besimit. Dhe menjëherë fa idha arafu dhalik, kur ta dinë këtë, ta pranojnë këtë, atëherë fa akhbirhum anna Allah qad farada alehim 5 salawatin fi yawmihim wa laylatihim. Atëherë tregoju se Allahu u ka bërë obligim 5 namaze gjatë ditës dhe natës. Domethënë çdo herë. Edhe pastaj kur ta falin namazin, atëherë tregoju se Allahu ju ka bërë obligim zakatin që merret prej pasurive, prej të pasurve të tyre dhe u jepet fukarave të tyre. Dhe kur ta pranojnë këtë, atëherë merre pasurinë, domethënë merre zakatin prej tyre, por merre pasurinë mesatare dhe largohu prej pasurive më të vlefshme që i kanë. Domethënë këto janë disa prej argumenteve që tregojnë për rëndësinë e padiskutueshme, domethënë të namazit, se është vepra më e rëndësishme që ekziston në fe. Dhe tjetër çështje që tregon rëndësinë e namazit është se dietarët janë kundërshtuar ai që nuk falet, a llogaritet musliman ose jo.
Domethënë a vazhdon të mbetet musliman apo ka dalë prej islamit. Dy mendime të njohura. Domethënë një mendim që thotë se lëndsi i namazit është kafir, nuk është musliman. Ai që nuk e fal namazin nuk është musliman. Dhe një mendim që thotë se është musliman, por kjo nuk do të thonë se është në rregull, por është musliman, mbetet do të thonë në iman, mirë po është fasik, do të thonë është mëkatar shumë i madh, që imani i tij është shumë i mangësuar, edhe ndoshta është rrezik që del prej imanit. Do të thonë është qëllimi është se ky që nuk falet, a është brenda kufirit apo jashtë kufirit. Do të thonë këtu është ihtilafi, se nuk është, do të thonë, që është në mes të imanit ose jashtë imanit, por është, do të thonë, çështja e atij që nuk falet është gjendja e tij është gjendje padyshim se e rrezikshme. Por një grup i madh i dietarëve thonë se ai nuk është musliman as pak. Edhe prandaj kanë përmendur dietarët që thonë ti nëse ja do të mirën vetes, atëherë dil prej gjendjes ku dietarët e umetit kanë ihtilaf a je musliman ose jo. Do të thënë largo prej asaj gjendje, sepse është çështje e rrezikshme. Lënia e namazit, njëherë për lëndsin e namazit, tham shumë prej dietarëve kanë thënë se është kafir, edhe më e saktë është wallahu alem se ky ka qenë mendimi i sahabeve në përgjithësi. Si ka thënë kanë transmetuar prej tabinëve, dhe është Ebu Wail Shaqiq ibn Salama. Domethënë ky ose Ebu Wail Shaqiq ibn Salama. Do thotë ky person që është prej atyre që quhen muhadram. Çfarë do thotë muhadram? A di dikush? Dikush haditha keni mësu. Do të thonë tabi'i, mirë po që ka qenë musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë pra që kanë pranuar islamin duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, por nuk e kanë takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta në transmetim quhen tabi'i. Do të thonë patjetër duhet me transmetuar nga sahabët. Nuk kanë transmetuar se kanë takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por në vlerë janë më shumë se tabiinët. Mirë po, gjithashtu nuk e arrin vlerën e sahabeve. Do thotë me sahabët që kanë qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e arrin askush në vlerë. Pra ky ka thonë dhe ka vdekur në kohën e khalifatit Omer ibn Abdulazizit, rahimahullah. Dhe ka qenë 100 vjeçar atëherë. Do të thonë në kohën e Omer ibn Abdulaziz. Ka thonë, ma kana ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah. Do të thonë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë llogaritur në një vepër që lënia e saj të jetë kufër përveç namazit. Do të thonë, edhe ky kur flet në emër të sahabëve, do të thonë është njëri për t'ia marrë fjalën. Edhe kështu kanë thënë një grup i dietarëve, si e shohim edhe këtu Imam Ahmedi te Usulus Sunne thotë, pra kush e le namazin men taraka as-salata faqad kafar. Do të thonë kush e le namazin ai ka bërë kufër. Dhe kjo është tekstualisht hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Do të thonë dallimi mes nesh dhe atyre, ose ka mushrikëve ose kufarëve është namazi. Dhe kush e le namazin ka bërë kufër. Edhe ka thënë bejnë ar-rajuli wa bejnë al-kufri wa shirki tarku as-salah. Do të thonë mes njerëzit dhe kufrit. Do të thonë pra flasim për kufirin. Ku është ndërmjet njeriut dhe kufrit dhe shirkut, është lënia e namazit. Dhe kush e le namazin ai ka bërë kufër. Dhe kështu, do të thonë në disa argumente, po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din. Do të thonë, nëse ata pendohen, e falin namazin dhe japin zakatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Që do të thonë se pa i plotësuar këto kushte nuk janë vëllezër në fe, nuk janë musliman, pra pa e fal namazin.
Po ashtu ka thënë fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu z-zakata fa khallu sabilahum. Do të thënë nëse pendohen, e falin namazin, e japin zakatin, atëherë lirojini. Do të thënë atëherë bëhen musliman. Dhe në argumentet të tjera që e përforcojnë këtë mendim, të cilin do të thënë ka Imam Ahmedi këtu të Usulus Sunne, edhe në vend tjetër. Mirë po ka transmetim gjithashtu nga Imam Ahmed, që thotë se nuk është kafir lënësi namazit. Edhe këtu te Usulus Sunne, pra ka thonë nuk ka ndonjë vepër që lënia e saj është kufër përveç namazit. Edhe kjo është po ashtu tekstualisht e marrë nga Ebu Wail, Shaqiq ibn Aslam, do të thonë se sahabët e kanë pas këtë mendim. Edhe ka thonë wa man tarakaha fa huwa kafir. Kush e lë namazin, ai është mosbesimtar. Dhe ka thonë Imam Ahmedi wa qad ahalla Allahu qatlahu. Dhe Allahu e ka lejuar që ai të vritet. Do të thonë çdo herë kur flitet në librat e Islamit ose në Kur'an dhe Sunet kur flitet për vrasje, do të thonë është qëllim dënim me vdekje, dënimi i shtetit që e bën, nuk lejohet asesi, do të thonë për asnjë lloj të veprave ose gjendjeve që njerëzit ta marrin në dorë këta dhe ta vrasin, kanë mendojnë ata që duhet vritet. Do thotë dënimi i këtyre kundërvajtjeve sheriatike, do të thonë është përgjegjësi e shtetit, gjykata, policia, do të thonë ata janë për të zbatuar ligjet e sheriatit. Dhe prandaj në ligjin e sheriatit lënia e namazit dënohet me vdekje. Edhe për këtë ka shumica e dietarëve kanë thënë. Do të thonë pra dietar që kanë thonë se lënësi i namazit është kufër, është kafir, ose ata që thonë se nuk është kafir. Do të thonë shumë prej tyre pajtohen që cili është dënimi për këta, është dënim me vdekje. Përveç Hanefi. Do të thonë që kanë thonë se dënimi për ta është të burgoset, edhe të rrihet, do të thonë për kohë gjatë edhe me dënime të rënda, derisa të filloj ta fal namazin, ose derisa të vdesë në burg. Do të thonë mbahet deri ose burg i përjetshëm, ose dënim me vdekje. Është në pra mendimet e dietarëve, pa marrë parasysh edhe nëse thonë se nuk është kafir. Pra thonë, disa thonë se vritet si murted, disa se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men baddala dinahu faqtuluhu. Do të thonë kush del prej islamit, e ndryshon fen, dënimi i tij është dënim me vdekje. Do të thonë prandaj kanë thonë kush e lë namazin ka dalë prej islamit dhe dënohet si murted. Por disa kanë thonë që nuk ka dalë prej islamit. Mirë po megjithatë, dënimi për ta është ky i njëjti, do thotë dënimi në dunja. Megjithëse pasi të dënohet me vdekje, do të thonë i falet xhenaze dhe llogaritet si musliman dhe varroset e varret e muslimanëve, do të thonë sipas atyre që thonë se nuk është kafir. Por duhet ta kuptojmë edhe aspektin tjetër, çka është lënje e namazit. Ka disa lloje të lënjeve. Do të thonë ka lloji i parë është ai që e lë namazin duke e mohu obligueshmërinë e namazit. Do thotë se namazi nuk është obligim, do thotë mohon dhe konteston namazin. Grupi i dytë, ai që e lë namazin për shkak të harresës ose ndonjë arsye sheriatike. Grupi i tretë, ai që e lë namazin duke refuzuar ta zbatojë, do të thonë të nënshtrohet namazit. Edhe pse nuk e mohon se është obligim. Do thotë ka njeri që thotë po është obligim, po nuk du të falem. Edhe nuk du t'i nënshtrohem kësaj rregulle. Ose për shkak të mendimadhësisë, ose për shkak të hasedit, ose për shkak se e urren islamin. Edhe pse është i bindur se namazi është obligim në islam. Dhe grupi i katërt është ai që e lë namazin nga përtatësia. Do të thonë beson që është obligim dhe nuk refuzon që të falet, mirë po përton, nuk e kryen namazin. Do të thonë këto janë 4 lloje të lënies së namazit. Kuptohet lloji i parë që e mohon obligueshmërinë e namazit, ai është kafir. Për këtë nuk ka ihtilaf, do të thonë askush prej dietarëve nuk ka mendim ndryshe. Për atë që nuk e fal namazin se ka harru, për shembull se ka hyrë dhe ka kalu koha e namazit,
ose ka zënë gjumi, ose nuk ka vetdije, ose domethënë prej arsyeve sheriatike, ky njeri është i arsyetuar, i justifikuar dhe nuk dënohet për lënien e namazit. Ai njeri që nuk e mohon obligueshmërinë, por refuzon që të falet, edhe nuk pranon të falet, atëherë përket domethënë shumica janë të mendimit, nëse është për shkak të urrëties së Islamit, ai padyshim se është kafir. Mirë po, domethënë nëse nga mendimësia kështu, edhe përket shumica thonë se është kafir, mirë po, dënimi për ta është gjithashtu dënim me vdekje. Dhe lloji i katërt, këtu është ihtilafi në realitet. Lloji i katërt i atyre që nuk e mohojnë namazin, edhe pranojnë se është obligim dhe e duan edhe falen, mirë po, domethënë pranojnë të falen, nuk refuzojnë që nëse sillet, domethënë nëse e merr policia çon gjykat, nuk thot nuk du të falem. Po thot do të falem, mirë po ndoshta më vonë prapë le për shkak të përtacisë. Edhe për këtë, domethënë për këtë është tani ihtilafi, është musliman ose jo. Pra për këtë janë argumentet, domethënë për ato të parat besoj që është e qartë, më e drejtë për drejtë, mirë po për këtë është qëllimi se do thotë disa prej dietarëve thonë që nëse ka aq shumë përtaci që mos e falë namazin, domethënë se nuk ka iman në zemër. E disa thonë se kjo tregon se ka iman, mirë po ka mangësi, domethënë të madhe të imanit, edhe ka imanin shumë të mangët dhe të vogël, edhe prandaj nuk llogaritet se është mosbesimtar. Wallahu a'lam. Kjo është një, që domethënë për të gjitha këto flitet për atë njeri që e kalon namazin plotësisht. Domethënë nuk e fal asnjëherë. Por nëse njeriu falet disa herë, edhe disa herë nga përtesa nuk i kryen disa namaze, atëherë si quhet ky? Ky nuk quhet lënës i namazit, por quhet domethënë i pakujdesshëm për namazin. Domethënë që nuk i plotson të gjitha namazet. Qëllimi është se ky nuk e ka lënë, nuk e ka braktisur namazin krejtësisht, që të jetë i vendosur që mos falet. Domethënë lënësi i namazit është ai që nuk e ka ndërmend të falet. Jo se tani është i ka ardhur përtesa dhe nuk e ka kryer namazin. Por nga kjo përtesë ai nuk e ka ndërmend të falet, as i kindin ta fale, as akşamin, as yatsin, nuk i shkon ndërmend, ose bie mas yatsin gjumë, edhe nuk e ka ndërmend ta fale sabah, domethënë nuk i shkon mendja që të çohet për sabah. Ky është ai që e ka lënë namazin. Edhe për këtë mendimi më i saktë është se ky njeri është kafir. Domethënë pasi kur e di se ky është obligimi më i madh që ja ka obliguar Allahu, dhe kur e di se lidhet për këtë imani dhe kufri, edhe nuk falet, domethënë atëherë nuk ka dyshim se është prej mosbesimtarëve. Kurse ai njeri që falet, mirë po ndonjëherë përton për shembull mucu për sabah ose kur është në punë ka përtesë për ta falur, ky nuk quhet se e ka lënë namazin, po quhet se nuk është muhafidh, domethënë nuk është që e ruan namazin dhe është i kujdesshëm për namazin. Edhe për këtë vlen hadithi, prandaj duhet të kuptohen nivelet e ndryshme të njerëzve, se nuk mund të merret ky argument për, domethënë ky hadith që do ta lexojmë për ata që asnjëherë nuk e kanë ndërmend të falen. Domethënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad fil yawmi wal layla." Domethënë 5 namaze Allahu a ka bërë obligim robërve gjatë natës dhe ditës. Men hafadha alayhinna kana lahu 'ahdun 'inda Allahi an yudkhilahu al-janna. Kush kujdeset për to, domethënë është i rregullt në to, i plotson të gjitha këto namaze, atëherë ai ka beslidhje me Allahun që ta fusë Allahun në xhenet. Wa man lam yuhafidh alayhinna, kurse ai që nuk kujdeset për to, domethënë nuk i fal të pestat, fal ndonjë vetëm,
lem yakul lahu ahdun inda Allah. Ai nuk ka beslidhje me Allahun, nuk ka kontratë, do të thënë me Allahun. In sha'a adhabahu wa in sha'a ghafara lahu. Nëse do Allahu e dënon, nëse do ja fal. Do të thënë, ky quhet mëkatar që e fal namazin, mirë po nuk është i rregullt në namaz. Wallahu a'lam. Për këtë shkak ka thënë Sheikh Uthejmini rahimahullah, përpara atij, domethënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah ka thënë një njeri që nuk falet një kohë, edhe shumë prej namazeve i braktis, nuk i fal. A i falet atij xhenazja ose jo? Ka thënë mithlu hadha ma zala al-muslimuna yusalluna alayhi. Do të thënë një njeri i tillë që falet, mirë po jo të gjitha namazet, do të thënë dihet vazhdimisht që muslimanët ja kanë falë xhenazën atij, madje edhe munafiqët, të cilët e fshehin nifakun, por që i ka ditur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe atyre u kanë falë xhenazën, i kanë la, i kanë qefinos dhe kanë vazhdu normat e islamit, do të thënë trashëgohen ata kur vdesin e kështu me radhë. Pra siç janë munafik, do të thënë edhe kokat e munafikëve në kohën e sahabeve, do thotë, që janë ditur, pra sikur Abdullah ibn Selul, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, do të thënë është ditur, mirë po e kanë llogaritur, do të thënë në normat e dukshme të islamit, e kanë llogaritur si musliman. Prandaj për trashëgimi, për varrosje, për qefinosje, për namazin e xhenazës, do të thënë vlen rregullat e muslimanit. Do thotë, kjo është më e keqe se sa ai që falet shumicën e rasteve, disa herë nuk falet, do të thënë është më e keqe. Kurse thotë lënë si namazit disa herë, është sigur ata që bëjnë mëkate të dukshme. Do të thënë, për shembull sigur ata që pinë alkool dukshëm ose drogë ose janë zinaçar, do të thënë të ditur. Atëherë njerëz të diturisë dhe fetarisë, nëse ka dobi që ta braktisin këtë njerëz, do të thënë siç e braktis mëkatarin, e braktis edhe atë që nuk është i rregullt në namaz. Edhe namazin e xhenazës ka dobi që këta njerëz të diturisë, hoxhallarët për shembull, ose njerëz të fetarisë, nuk mos t'i shkojnë në xhenazë. Atëherë kjo do të jetë nxitje për të tjerë që të jenë të kujdesshëm në namaz, atëherë duhet të bojkotojnë, do të thonë edhe mos i shkojnë në xhenazë. Se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka falur xhenazën, do të thonë nuk ka prezantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i kanë ndaluar të tjerë t'ia falin, po ai nuk ka marrë pjesë në atë që ka në xhenazën atij që ka bërë vetvrasje, ose ai që ka vjedhur, ose ai që ka vdekur me borxh dhe nuk ka pasur askush që t'ia laj borxhin. Nuk ja ka falë xhenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë këto raste tani e kuptuam se edhe në raste më të këqija ja kanë falë muslimanët xhenazën atyre. Pra këta që nuk falen disa herë janë më të mirë se munafiqët. Nga ana tjetër, kjo mos pjesëmarrja e njerëzve që kanë ndikim. Do të thënë është sunet edhe për dikën që është më ult. Do të thënë që bën ndonjë mëkat ose edhe ai që kanë mbetur borxhe, do të thonë nuk ja fal ai hoxha i vendit ose dietari e kështu me radhë, nuk ja falin xhenazën. Atëherë ai që nuk është i rregullt namazë është më i rënd, do të thonë prandaj duhet ti bojkotohet xhenazja në këtë mënyrë. Jo se është mosbesimtar, do të thonë. Gjithashtu Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah është pyetur ma hukmu men yusalli marratan wa yatruku ukhra. Do të thonë si është dispozita atij që donjëherë falet, donjëherë nuk falet. Ka thonë hadhihi al-mas'ala ikhtalafa fiha al-ulama. Ka thonë për këtë çështje janë kundërshtuar dietarët dhe ka përmendur disa prej mendimeve të dietarëve. Dhe thotë Sheikh Uthaymin rahimahullah wa indi wallahu a'lam. Do të thonë mbindjen time, edhe Allahu e di më së miri, është se lënia e namazit, do të thonë është lënia e plot. Pra që njeri, si tham, që nuk e ka ndërmend të falet. Kurse ai njeri që falet disa herë dhe disa herë nuk falet, ky nuk bëhet kafir, sepse në esencë njeriu që e ka deklaruar Islamin mbetet musliman.
edhe nuk mund të nxirret përveç se me argumente të prera. Përveç, do të thënë nëse thotë e mohon obligueshmërinë, atëherë bëhet kafir. Ai që mohon obligueshmërinë, si thon disa dietar, edhe nëse falet ai është kafir. E fal namazin rregullisht, po thotë nuk është obligim. Po është, si thon disa, është ushtrim, do të thënë sport ose është vepër e mirë, po nuk është obligim nëse thotë, ai është kafir. Edhe thot Sheikh Uthaymini was sahih indi, do të thënë mendimi i saktë sipas bindjes sime është që njeriu bëhet kafir vetëm nëse e le plotësisht namazin. Do të thënë nuk falet asnjëherë. Dhe jo ai që ka niyet të falet. Do të thënë në përgjithësi njeriu që ka dobësi, pra e ka niyet të falet, për shembull e ka niyet të falet sabahun, edhe do, mirë po kur vjen momenti, atëherë e ngadhnjen gjumi, edhe prap i jep përparësi gjumit. Do të thënë vetëm me këtë nuk bëhet kafir, por është në rrezik të madh, dhe është një prej ose është mëkati më i madh prej mëkateve që nuk e nxjerrin njeriu prej islamit. Do të thënë shirku edhe kufri, do të thënë ato janë mëkatet më të mëdha, mirë po prej këtyre tjerave më i madhi është lënia e ndonjë namazi. Do thotë kështu, përndryshe ne iku ta përmendim gjithashtu se ka disa prej dietarëve që kanë thonë se është kafir edhe lënë si ndonjëherës prej shtyllave të tjera të islamit. Edhe ai që nuk agjeron Ramazanin, edhe ai që nuk jep zakatin, edhe ai që nuk shkon haxh. Megjithëse për haxhin, do thotë ka ihtilaf, a lejohet të vonohet. Domethënë tani njeriu janë plotsu kushtet, që domethënë i është bërë obligim. A lejohet, thot, do të shkoj mas 2 vjetëve, ose mas 10 vjetëve, ose vitin tjetër, ka ihtilaf. Mirë po, ai njeri që thot, që nuk e ka niyet me shku në haxh, edhe pse janë plotsu kushtet, edhe nëse i plotsohen kushtet, do të thënë nuk e ka prej dietarëve që thonë se është lënës i haxhit. Edhe ky quhet kafir, edhe lënës i zakatit, edhe lënës i agjerimit. Do të thënë edhe ky mendim po ashtu ekziston, mirë po, shumica e dietarëve janë, do të thënë të pajtuar te çështja e namazit. Kurse për këto tjera ka më pak dietar, ose edhe aty ka shumë, mirë po, më shumë është për çështjen e namazit, kurse për mohimin, do të thënë cilën do nga shtyllat e islamit me mohu njeriu, si thamë edhe nëse i bën, për shembull nëse falet rregullisht, do thotë se namazi është obligim. Mirë po thot, zakati nuk është obligim. Atëherë, po ashtu bëhet kafir. Prandaj kjo përmendja e mohimit, thot, nuk luan shumë rol në çështjen e gjykimit për veprën ose mosveprimin e namazit. Domethënë, shpresoj që me këtë ta kemi të qartë. Dhe kjo, do të thënë, lidhet me temën paraprake ose me pikën paraprake që e ka përmendur autori rahimahullah, që është imani është fjalë dhe vepër, shtohet ose më e plot, do të thënë besimi i zemrës, fjalë e gojës, vepër e gjymtyrve, shtohet me vepra të mira, paksohet ose mangësohet me mëkate. Këtu hyn edhe çështja e imanit, mirë po çështja e namazit. Mirë po tani, një njeri që thotë se lënësi i namazit nuk është kafir, a quhet murxhi ose jo? A quhet murxhi? Këtë kohë edhe më herët është përmend shumë, domethënë edhe përmendin si argument se filani është murxhi, se thotë lënësi i namazit nuk është kafir. Ne përmendëm se megjithëse pak si shpejt, domethënë ka shumë prej dietarëve, ka tjetër transmetim nga Imam Ahmedi, edhe Imam Shafi, edhe Imam Malik, edhe nga Abu Hanifja, gjithashtu transmetohet se lënësi i namazit nuk është kafir. Edhe shumë prej imamëve të kohës, domethënë të kohërave të ndryshme, thonë se nuk është kafir, prandaj nuk janë gjithë ata murxhie. Dhe nëse e kuptu mirë kundërshtimin e murxhieve në iman, atëherë kuptojmë fjalën e dietarëve në lidhje me lënësin e namazit. Do të thënë murxhiet thonë
se vepra nuk ndikon në iman. Do të thënë, e fale ose nuk e fale namazin, imani është njësoj. Kurse këta dietarë që thonë lëndsi i namazit nuk është kafir, thonë vetëm nuk ka dal nga kufiri i imanit. Përndryshe imani i tij është shumë i dëmtuar nga mos falja e namazit. Do të thënë, prandaj dallimi është shumë i madh mes mendimit të murxheve dhe mendimit të imamëve të sunetit, se edhe murxhiet thonë lëndsi i namazit nuk është kafir. Edhe ka për imamëve të sunetit që thonë nuk është kafir. Mirë, ata thonë se me lënien e namazit imani i tij është në nivelin më të ulët. Edhe ka mundësi edhe del, do thotë për shkak të kësaj. Edhe ata dietar thonë që ka mundësi del nga Islami. Edhe gjithashtu ata thonë se e meriton dënimin lëndsi i namazit. Edhe pse nuk është kafir, do të thonë ai është i kërcënuar se do të dënohet në xhehenem. Kështu që dallimi është shumë i madh mes fjalës së murxhieve dhe fjalës së imamëve të sunetit. Mjaftojmë me kaq, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.